vjen fatura e lartë. Këto janë harxhuesit më të mëdhenj të energjisë elektrike. Në kuzhinën tuaj ndodhen dy harxhues më të mëdhenj të rrymës elektrike: frigoriferi dhe shporeti elektrik. Frigoriferi harxhon më shumë pasi që patjetër duhet të punojë vazhdimisht, ndërkaq edhe soba elektrike pasi që për një orë tërheq më shumë energji elektrike, citon Brightside. Të dhënat nga matematika energjetike, projektit i cilës është pjesë e platformës efikase të EVN, tregojnë që frigoriferi në muaj harxhon 109 kW, derisa shporeti elektrik vetëm për një orë harxhon 120 kW. Nëse e kyçni çdo ditë makinën për larjen e enëve, ajo do të ishte në vendin e tretë me 90 kW rrymë. Bolieri do ju harxhojë 60 kW në orë nëse çdo ditë e lëshoni, ndërkaq që dritat e shtëpisë do të harxhojnë 45 kW. Pas tyre vjen lavatriçja me 36 kW, ndërsa më pas vjen televizori, fshirësja elektrike dhe hekuri për hekurosje.